Ka momente në jetë që nuk i shpjegon dot me arsye, nuk i analizon, nuk i mat me logjik, thjesht i ndjen. Dhe një nga ato momente është kur një prind thot me bindje: "E pash në ëndër emrin e tij", ose "Nuk e zgjodha unë, erdhi vetë". Zgjedhja e emrit për një fëmijë është një nga vendimet më të rëndësishme që marrin prindrit. Është fjala e parë që do ta shoqërojë gjithë jetën. Është tingulli që do ta thrasë në shkollë, në shtëpi, në sukses, në vështirësi. Është identitet, është histori, është energji. Por, për disa prindër, emri nuk është rezultati një liste të gjatë, as i një trendi në rrjetet sociale. Është rezultati një ëndre, i një shenje, një ndjenje të pashpjegueshme që vendoset brenda tyre me qetësi. Pse ndodh kjo? Pse disa emra duket sikur zgjedhin fëmijën përpara se prindërit ta bëjnë? Shtatzania është një periudhë transformimi. Trupi ndryshon, por edhe mendja. Shumë gra tregojnë se gjatë këtyre muajve dihen më të ndjeshme, më të lidhura me instinktin, më të hapura ndaj emocioneve. Ëndrat gjatë shtatzanisë shpesh janë më të gjalla. Gjyrat janë më të forta. Skenat më simbolike. Disa gra shohin fytyrën e bebit. Disa dëgjojnë zërin e tij. Disa të tjera shohin një emër të shkruar diku, në një mur, në një letër, në qiell. Dhe kur zgjohen, emri është ende aty, i qartë, i paharrueshëm. Psikologjia thotë se gjatë shtatzanisë në ndërgjegja punon intensivisht. Gruaja përpunon pritshmëritë, frikrat, kujtimet e fëmijërisë së saj. Emri që shfaqet në ëndër mund të jetë një simbol, një kujtim, një dëshirë e fshehur. Por, për nënën, ajo nuk është thjesht një analizë psikologjike. Është ndjesi, dhe ndjesia shpesh është më e fortë se shpjegimi. Ka raste kur emri nuk vjen në ëndër, por në realitet, në mënyra të vogla, të përditshme, por të përsëritura. Një çift kalon pranë një reklame dhe sheh një emër që nuk e kishin menduar kurrë. Më vonë, në radio, përmendet i njëjti emër. Pastaj, një mik i largët prezanton fëmijën e tij me po atë emër. Dhe papritur, ai tingull fillon të duket i njohur, i afërt, si të ishte aty prej kohësh. Shkenca e quan këtë vëmendje selektive. Kur diçka hyn në fokusin ton, truri fillon të dallojë më shpesh. Por, për shumë prindër, kjo nuk është thjesht psikologji, është shenjë. Sidomos në kulturën tonë, ku besimi te auguret, te simbolika, te paralajmërimet ka qenë gjithmonë i pranishëm. Një zog që ulet në dritare, një ëndër me ujë të kthjellët, një emër që dëgjohet kudo. Kur bëhet fjalë për një fëmijë, çdo detaj merr peshë. Ka histori prekse ku emri zgjidhet pas një ëndre me një të dashur të ndjerë, një gjyshe që buzëqesh, një gjysh që përmend një emër, një figurë e dashur që duket sikur bekon ardhjen e re. Për familjet, kjo nuk është rastësi, është vazhdimsi, është ideja që dashuria nuk ndërpritet me vdekjen, që historia e familjes vazhdon përmes brezave. Emri bëhet urë, midis të kaluarës dhe së ardhmes, midis kujtimit dhe shpresës. Disa prindër tregojnë se pas një periudhe zije, shtatzania erdhi si dritë, dhe emri që panë në ëndër u bë simbol i ringritjes, i forcës, i jetës që vazhdon. Shpesh flitet për intuitën e nënës, por edhe baballarët përjetojnë shenja. Ka burra që tregojnë se në një moment të papritur, ndërsa po ecnin, një emër u erdhi në mendje me qartësi të plotë. Të tjerë e kanë parë fëmijën në ëndër duke i thirrur me një emër të caktuar. Edhe nëse nuk e shprehin me një herë, shumë baballar e mbajnë atë ndjesi brenda. Dhe kur e ndajnë me partneren, shpesh zbulojnë se ajo ka ndjerë të njëjtën gjë. Kur dy njerëz përjetojnë të njëjtën intuit, emri me një lloj vule të brendshme. Ka çifte që presin gjatë për një fëmijë. Ka trajtime, shgënjime, lot, lutje. Dhe kur më në fund vjen lajmi shumë pritur, çdo gjë duket si mrekulli. Në këto raste, emrat shpesh lidhen me kuptime të forta. Shpresë, dritë, besim, mrekulli, dhuratë. Disa tregojnë se e para se të merrnin rezultatin pozitiv, pa në ëndër një dritë ose një fëmijë që u buzëqeshte. Emri që lidhe me atë simbol u bë zgjedhja e tyre. Sepse, për ta, ai fëmijë nuk ishte thjesht një lindje,
Ishte përgjigje. Ka raste kur një emër refuzohet disa herë. Nuk më pëlqen. Është i vjetër. Është i pasakon, por ai rikthehet në biseda, në mendime, në situata të rastësishme. Dhe sa më shumë përpiqesh ta largosh, aq më shumë duket se kthehet. Disa nëna tregojnë se vetëm pasi e kanë pranuar emrin që u vinte vazhdimisht në mendje, kanë ndier qetësi, si të ishte një vendim që priste të merrej. Ka edhe histori ku emri ndryshon në momentin e fundit. Prindrit hynë në maternitet me një emër të vendosur, por sa po shohin bebin për herë të parë, ndjejnë se ai emër nuk është ai, dhe papritur një tjetër emër. Ndoshta ai që kishin parë në ëndër muaj më parë, bëhet i duhuri. Shumë prindër thonë, sa po e pash, e kuptova, si të ishte shkruar në fytyrën e tij. Po, a ndikon emri në fat? Nuk ka prova shkencore që emri përcakton fatin, por ka studime që tregojnë se emri ndikon në mënyrën si një person perceptohet nga të tjerët dhe si e percepton veten. Nëse një fëmijë rritet duke dëgjuar historinë e emrit të tij si një dhuratë, si një shenjë, si një ëndër, ai rritet me ndjesinë se jeta e tij ka filluar me kuptim. Dhe ndoshta kjo mjafton. Në shumë kultura, emri jepet pas një ëndre që konsiderohet mesazh hynor. Në disa vende, prindrit presin disa ditë përpara se ta vendosin emrin, duke pritur një shenjë. Edhe në traditën shqiptare, sidomos në zona të caktuara, ka pasur raste kur emri vendosi pas një ëndre të gjyshes ose një paralajmërimi. Kjo tregon sa thellë është rrënjosur ideja që emri nuk është vetëm titull, por energji. Emri është i rëndësishëm. Pasi një ditë, fëmia do të pyes: pse ma vendosit këtë emër? Dhe përgjigja mund të jetë: sepse të pash në ëndër, sepse ishte një shenjë, sepse e dëgjuam kudo. Kjo histori bëhet pjesë e identitetit të tij. Ai nuk është thjesht një emër në regjistër, është një rrëfim. Në fund, zemra vendos. Mund të jetë psikologji, mund të jetë intuit, mund të jetë besim. Por, kur një prind ndjen me bindje se emri erdhi si shenjë, ai vendim nuk ka nevojë për justifikim. Sepse, në momentet më të rëndësishme të jetës, shpesh nuk zgjedhim me mendje, zgjedhim me zemër. Dhe ndoshta diku, mes gjumit dhe zgjimit, mes frikës dhe shpresës, emri tashmë ishte i shkruar. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.